A e dini se kush është muslimani i parë që u bë kryetar i New Yorkut? Zohran Mamdani, 34 vjeçar me origjinë nga Azia Jugore, u bë kryetari i parë musliman i shtetit më të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai e përshkruan veten si makthi më i keq i Trumpit, duke shënuar një fitore të madhe për krahun progresiv të Partisë Demokratike. Kundërshtarët e Mamdanit e akuzonin ndër të tjera për mungesë përvoje. Për më tepër, kritikat her pas here të ashpra të Mamdanit ndaj qeverisë izraelite hasën në mosmiratim nga pjesë të popullsisë hebraike të New Yorkut. Ndërkaq, Trump ka kërcënuar të shkurtoj fundet federale të New Yorkut nëse Mamdani fiton ndaj dy kundërshtarëve të tij. Në këtë moment të errësire politike, New Yorku do të jetë drita, tha Mamdani në një fjalë fitoreje ku ai përshkruan politikat e tij dhe sfidon presidentin Trump. Ndryshe në muajin gusht, The Guardian raportoi se fushata e tij kishte frymëzuar mbi 10.000 progresistë në SBA të shqyrtojnë kandidimin për poste publike.